Pra nuk janë njëjta, nuk do të thotë një rezultat i mirë i aleancës në zgjedhje komunale, që vetë na garanton atë rezultatin në zgjedhje nacionale. Pra nëse nuk arrim me plashu mirë ofertën, nuk e bëjmë punën me kujdes, mirë po, zgjedhjet komunale kanë një rëndësi të madhe për çdo proces, dhe unë besoj shumë që pra në këto zgjedhje paka shumë do të dihet harta politike e Kosovës. Mirë, do të kalojmë dalë kështu në tema nacionale, po presit të ketë zgjedhje të pazakonshme, të jashtëzakonshme nacionale, kryetar, apo megjithatë ju mendoni që ka ende matematika që mund ta bëjnë të realizueshëm në qeveri rezultatin në nënshkurtit? Besoj që nëse më pyesni mua çka do të ndodhë, unë më shumë shoh që do të shkojmë në zgjedhje. Pse janë shtjerur gjitha mundësitë? Nuk janë shtjerë, po nuk shihet që po bëhet çmosh, mos me leju me ardh deri te mandatari në parlament. Pra kurti po bën pengesa paraprake, me qëllim që me i detyru partitë politike me ra dakord me shku në zgjedhje, pa ardhur dita që ai dështon në parlament se ka shumicën me bo qeverinë. Pra kurti duke i vënu këto konstituimin e institucioneve, po ja u bje punën gjithë me hon në rregull, hajde po shkojmë zgjedhje pra. Edhe kjo strategjia e tij ai po e çon në vendin këtë drejtim. Dhe ju mendoni që ka qenë qëllimi i kurtit këtu nga dita e parë? Është strategjia e tij e vazhdueshme, ai do të ishte një humbshi madh sikurse do të vinte në parlament, do të kishte 61 vota. Edhe ai nuk mundet me përballu këtë, pastaj matutjen e tafa të tjera, ai do me fshih këtë realitet. Mos me ardhë kjo ditë, edhe ai po don me shku në zgjedhje edhe me kamuflu këto që ka ndodhur, me shpresën ai, por kjo shpresë realisht. Cili mund të jetë qëllimi i një politikani që fiton 42%, shkoj sërish në zgjedhje? Nuk po arrin me bë shumicën për qeveri, edhe ai duke mos dështu në parlament, po vazhdon me uzurpu, me mbet, pra ushtrues detyre, ashtu si thot ai, po jo në bazë gjykatës Kosovës, e cila e ka shpall jo ligjore mbajtjen e poshteve në ekzekutiv dhe në parlament. Pra kurti e ka strategjitë vetën, pa ardhur dita që ai mos me pa 61 vota, pa ju dhënë mandatari nga presidentja, me i detyru partitë politike me gjetë një formë me shku në zgjedhje, një formulë. Pra ju po thoni që nuk pa arrin do t'i bëj seriozisht votat? Nuk i ka 61 vota. Po t'i kishte, ai nuk do të bënte pengesa. Po ta ndante me Limajn posin e kryeparlamentarit dhe t'i binte edhe 2-3 deputet tjerë, do t'i kishte numrat për gjatë. Po nuk ka qenë asgjë aq parimore sa që me qenë garantuar, edhe shihet që ato diskutime dështun, pra shihet që s'kan dhënë efekt, se po të kishin pas efekt ato ai do ta korte rezultatin, s'kan dhënë rezultat. Nuk kanë qenë parimore ato që kanë ndodhur. Ose s'kan qenë thelbësore, serioze.